Kanë qenë vetëm 4 qerdhe të reja që janë ndërtu për 20 vite. Ta janë 74 qerdhe që janë ose të ndërtuara në ndërtim e sipër ose që janë të prokuruara. Mendoj që është një progres me krahasu me këtë qeveritë e mëhershme. Ajo që gjendja është ajo që ka qenë, ajo që kemi gjetë, nuk ka qenë e duhuna. Lëvizja vendosën fakt ose qeveria Kurti e ka shtynë në rrugë të mbar këtë punë. Nuk pajtohem disa prej donave që foli për cilësinë e arsimit, për progresin e vogël në qerdhe, nuk e di që mund në kopshtin qerdhe. Në fakt, kur kemi orë, numri qerdheve ka qenë shumë i vogël, edhe kanë qenë vetëm 4 qerdhe të reja që janë ndërtu për 20 vite. Me ordin tonë për shtet tash janë 74 qerdhe që janë ose të ndërtuara në ndërtim e sipër ose që janë të prokuruara. Domethënë që kanë filluar procedurat e prokurimit për me prej tyre 26 janë veç funksionale. Mendoj që është një progres me krahasu me këtë qeveritë e mëhershme për 20 vite e kaluara, ka një progres në këtë drejtim. Kemi gjetë një edukim në fëmijëri të hershme që ka qenë i pa konceptuar, nuk ka pas një kornizë ligjore për këtë punë. Është ligji për edukimin në fëmijëri të hershme është bërë pikërisht tash, janë bërë kurrikulat tash të fundi, kurrikulat për edukimin në fëmijëri të hershme që nuk kanë qenë përpara, e që janë bërë shumë procese tjera sa përket rregullimit të këtij lloji shkollimi. Edhe rezultati që ajo që thonë të punë rezultateve në PISA, unë besoj që një bazë të madhe të problemit e ka pikërisht tek kjo. Tu mos përjashtu edhe probleme tjera që kemi në sistemin tonë arsimor, ose që i kemi gjetë në sistemin arsimor që po mundohemi me i drejtu. Nuk ka pas një vlerësim të mirë e duhur as të kuadrit që është rekrutu, qoftë drejtorave, qoftë stafit, edhe në shumicën e rasteve këto rekrutime kanë qenë puro politike. Edhe mendoj që kjo ka ndikuar edhe në cilësimin e arsimit sepse nuk ka pas një llogaridhënie të duhur ndaj jo vetëm ndaj qeverisë, pas ndaj qytetarit. Edhe kjo ka ndikuar shumë që me pas në këtë gjendje ku qysh e kemi. Megjithatë, pikërisht me insistimin e qeverisë tonë, kjo ka ndryshuar.